Një koncept kyç është se arkontet ushqehen me energji psikike, veçanërisht me emisione me frekuencë të ulët si frika, zemërimi, urrëtia dhe dëshpërimi. Kjo është e ngjashme me atë që në disa tradita moderne ezoterike quhet lysh, një energji e prodhuar nga njerëzit kur përjetojnë emocione intensive, veçanërisht ato negative. Këto krijesa që vijnë nga dimensione të tjera ushqehen duke parazituar, siç tham, shpirtrat njerëzor, që në kushte vuajtjeje shpërndajnë një lloj të veçantë elektromagnetizmi, të quajtur energji aurea ose kristika, që është e shpirtrave dhe që arkontët nuk janë në gjendje ta gjenerojnë të pavarur, nga që, siç tham, nuk kanë shpirt. Pra janë plotësisht parazit të vërtet, që bëjnë çmos të krijojnë këto probleme te njeriu për të ushqyer ata vetë. Këta ndikojnë në mendjen dhe zemrën e njeriut dhe gjenerojnë vuajtje dhe shpirti në këto gjendje shpërndan energjinë aurea që tham që ushqen këta parazit.